goditje shumë të madhe. Sot, tani, mbasi të mbaroj, unë nuk do të rri dot më në Durrës, megjithëse kam shumë dëshirë që të rri akoma, se ka shumë gjëra për të parë me anin nga punët, do shkoj në Tiranë sepse bëhet prezantimi i një raporti shumë të rëndësishëm të Këshillit të Evropës që lidhet me korrupsionin. Dhe ku Shqipëria përsëri vlerësohet lart për çka ka bërë. Tani kjo histori nuk mund të jetë që hajdut, kështë bën betkot. Dhe ne duhet jemi krenar, jo që nuk duhet të ulim kokë, duhet jemi krenar për faktin që përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore, se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Nuk ka pas kurrë një ministër në historinë e Shqipërisë që e ka marrë një prokuror i pavarur dhe i ka thënë hajde këtu se do të pyes. Këtu u vran 4 veta mes bulevardit dhe s'u pyet njeri. S'u pyet dot, jo s'u pyet dot, po u ndalua, u refuzuan me urdhër nga kryeministri, u refuzua zbatimi i urdhrave të prokurorit. Policia i tha hikë, nuk zbatojmë ne urdhrat tuaj. Domethënë kuptoni ku kemi qenë ne? Kuptoni? Tani sot kjo është bërë normale, që të shkosh, të pyetesh, të merresh, të bëhesh etj. Për te gjithë çfarë mund diskutojmë lajthitje që ka ky proces, se është diçka shumë e re dhe ndryshe nga reformat e tjera, ndryshe nga punët e tjera, që në fund të ditës nuk e bëri mirë punën këtu edhe u prishën 3 gur, dolën jashtë, ato 3 gurët të kjo punë janë njerëz, janë jetë njerëzish edhe, po kjo është temë tjetër.